këtë situatë, ku, po themi, 26 vjet pas luftës, që nga 2008 jemi shtet i pavarur, ne paguajmë në shtanë vajon mos shtrejti energji. Po, unë do të futem pak në retrospektiv tek çështja e liberalizimit të tregut të energjisë. Faktikisht në vitin 2005 është themelu Traktati i Komunitetit të Energjisë në Athinë dhe më pastaj në këtë proces është përfshirë edhe Kosova, e cila ka marrë obligimet e veta të shkojë drejt harmonizimit të ligjeve të energjisë me Bashkimin Evropian. Kuadër të saj është përfshirë dhe liberalizimi i tregut të energjisë në Kosovë. Nëse ndalemi tek çështja e liberalizimit të tanishëm, se a janë pjek kushtet, pra a janë kriju kushtet për liberalizimin e tregut të energjisë, unë mendoj që nuk janë kriju kushtet ende të mirëfillta, sepse kjo merr kohë, është një proces, do thotë që paraprakisht duhet të analizohet mirë dhe pastaj të veprohet. Pse kemi ardhur në këtë gjendje? Faktikisht Kosova ende nuk ka stabilitet energjetik, do të thotë nuk ka burime energjetike të cilat do të ishin të bollshme. Faktikisht nuk ka ofertuesi që përmendi edhe më herët parafolsi. Nuk ka ofertues të mjaftueshëm që konsumatorët të cilët i përfshin këto dy pikat që janë cek edhe në zyrën e rregullatorit të energjisë, pra ato kompani që janë mbi 1 milion euro qarkullim, edhe kompanitë që kanë mbi 50 të punësuar të futën në tregun liberal. Kështu që kjo faktikisht është një sfidë e madhe për këto dy kategori. Sfidë e madhe për këto dy kategori. Po, pastaj do të futim ndoshta edhe në analiza pak më të thella dhe ti diskutojmë. Po mirë se është besoj edhe për qytetarin që ta kenë qartë se çfarë realisht po ndodhe, pse për ditë po ushtrejtohet jeta. Kemi pagu faturat rrymës më shtrejt kove të fundit. Zoti Sefaj, ju bët 3 protesta, a do t'jeni nesër, a do të bashkoni bizneseve nesër për të protestuar? Po, përkundër asaj që bizneset presin që të hapet dera e mbyllur, e cila dihej që do të hapej, që nuk do të hapej, dhe nuk ju bashkuan protesta, ose ndoshta do të kishim një refleksion tjetër. Ne do të bashkohemi për arsye se interesi është i përbashkët, për faktin se në fund përveç vështërsive që mund t'i kenë bizneset, prap faturën do t'a paguajmë. Dhe ne do t'a paguajmë faturën që i vështërson punën dhe suksesin e bizneseve dhe veçmas. Do të dërgojmë edhe më shumë jetë në xhepin e mafisë energjetike, për arsye se kjo në gjuhën shqipe dhe në atë që ka sy dhe vesh për dëgju dhe për të po, ne jemi vetëm në rajon ku traseja për të bartë megavatin energjisë elektrike na kushton deri në 2 milion %, më shumë se sa në vendet e rajonit, e në rast se aty